Rikthehemi sërish në studio, jemi sërish në bisedë me të ftuarit tanë. Ne kemi vijuar të flasim edhe gjatë kësaj hapësire publicitare. Ku mendoni se keni dhënë më shumë? Keni dhënë më shumë në profesion apo keni dhënë më shumë në familje? Elona. Poria të mendoj, shiko, përse përket jetës time, unë kam pasur disa faza të jetës, cilët kanë qenë shumë, po themi, në favor të angazhimeve profesionale. Dhe sigurisht që më ka marrë shumë kohë angazhimi, qoftë ajo që u thash pjesa studimeve, po edhe detyrat e tjera dhe angazhimet e tjera më vonë. Kështu që mendoj që i kam hyrë pak në hak familjes për këtë, gjithsesi mendoj kur kthej kokën mbrapa them që kam bërë gjën e duhur, mbase unë vetë kam qenë e përmbushur dhe nuk kam dilema për sa i përket vendimeve që kam marrë, por kur dëgjoj vajzat tani që flasin, aty e kuptoj që vërtet ato kanë vuajtur në thonjza, se ato kanë qenë të rrethuara nga dashuria e babait, e prindërve nga ana ime dhe e prindërve dhe gjyshurve nga ana e burrit, por gjithsesi pjesa e mamas ato e kanë ndjerë. Pra kjo është një gjë që moment që nuk e patur mundësi të jesh aty pranë tyre, që e kujton edhe sot. Ditë po. Dita e parë e shkollës për shembull është një vërtet një breng për mua, kur shikoj foto tani në album, që gocat ishin me sy me lot, sigurisht ishte edhe momenti i fillimit të shkollës, por unë nuk isha aty dhe nuk e kam një foto të ditës parë të shkollës të gocave, mund të duket shumë kruele kjo gjë, por ashtu kanë qenë rrethanat që tani edhe realizojmë AI, bëjmë emocione në blihet, ajo ndjesia. Elona po përshkruan se si janë sytë e vajzave me lotë, dhe Elona tani është aq e ndjeshme teksa e tregon këtë histori sa nuk ka AI që ta shpërblej atë moment të rikrijuar. Këto janë gjëra dhe fakti që unë më vonë, sigurisht domethënë kemi patur momente ndryshme që flistim hapur, më thuaj këtë dhe unë aty kuptoj për shkak që gocat domethënë kanë mbajtur shumë për brenda. Një gjë që mbas edhe unë nuk e kam kuptuar dhe vlerësuar në atë kohë. Mbaj mend po ashtu që në momentin që unë duhet të zgjidhja për të thënë po, për të vazhduar doktoraturën, udhëheqja që kisha unë, që ishte një grua profesion, një grua zonjë dhe profesioniste shumë e zonja, më tha, shiko, unë mendoj që ti, se kisha marrë një bursë nga Çivnik, që quhet bursë nga Ministria e Jashtme angleze, dhe ajo më tha, unë mendoj, tha që ty duhet të bësh doktoraturën, por, tha, përpara se të më thuash mua po, tha, tu ta konsultosh patjetër me familjen. Dhe në fakt ajo, do të thënë, patjetër që unë do të diskutoja, po mënyra si e tha ajo, më bëri që të mendoj që shiko se kjo është një gjë dhe të tjerët presin që patjetër që ky është një vendim, po themi, familjar dhe jo një vendim individual. Se ndonjëherë ne mendojmë që shiko se më takon mua. Jo, sepse unë kisha familjen time në atë kohë. Por ajo që pastaj që më bëri përshtypje dhe ajo frika që unë kisha e një hezitimi, e vështirësie që do të ishte, atëherë nuk kishim to mundësit për të ardhur me këto, po themi, low cost, por do të thënë pastaj unë u çudita nga, po themi, ajo pozitiviteti që unë mora nga gjithë palët. Më thënë, prindrit që do të rinin me gocat, buri, që nuk ishte një gjë e lehtë, të gjetëm disa zgjidhje që nuk ja vlen tash të futem në shumë detaje, të cilat na e bën jetën pak më të lehtë për të përballuar, po themi, këtë investim timin profesional. Pavarësisht kësaj, kur kthejmë kokën pas, kuptoj se janë disa brenga të cilat mbeten aty, është ajo që thot Patriku, janë brenga të cilat tregon që unë kam manuar më shumë nga ana profesionale sesa nga ana familjare. Këtë dua ta them. Mendoj që në rastin e Elonës, ndoshta ka qenë kohë pak më e largët sesa kjo e sotmja tani. Fëmijët sot janë shumë reflektues. 20 vite përpara. Ata të mësojnë. Do me thënë, unë eksperiencën time me Kloen, unë sa po hyja tek dera, Kloe më shikonte, mami, dashuri, që në ke lodhur sot? Do me thënë, sa do mundojsha... Vajza ishte 1 vjeç, 2 vjeç? 3 vjeç. 3 vjeç, është 4 vjeç sot. Para 1 viti u ka marrë këtë vendimi. Je lodhur shumë dashuri sot? Hajde të çlodhun tani, ja të bëj një çik masazh, do me thënë, të vënd para disa lloj përgjegjësish, që ti thua prit. Nuk vlen asgjë. Nuk vlen asgjë më shumë sa kaq. Absolutisht. Qoftë brezi i Tristanit, që është 10 vite më përpara, ka një diferencë shumë të madhe. 10 me 4 aktualisht Kloe, ka shumë diferencë në zhvillimin e fëmijëve dhe bëjnë të reflektosh. Dërsa Ersida që ka vajzën ende në Qerdhe dhe është rikthyer klinikës së saj me kokë të plot, po bën edhe një specializim.
Janë totalizat e me. Po bë kurios dhe Lorini, si veja del? Mundohem dhe i peshoj gjërat dhe shikoj prioriteti im në këtë moment është mirëqenia e vajzës. Mirëqenia shëndetësore, mirëqenia emocionale, psikologjike, çdo gjë. Dhe i peshoj gjërat dhe shikoj gjëja e parë që pash ishte orari. Orari në specializim ishte deri në orën 5, maksimumin në orën 6. Kështu që deri në orën 5 unë e kam të sigurt në çerdhe. Në 6 e merr bashkëshorti dhe kjo gjë nuk më cënonte. Dhe mundova gjithashtu dhe punën ta koordinoja, ta gjëja 2 ditë në javë për specializimin. Dhe mendova si një investim të tanishëm pa cënuar aktualisht mirëqenien e familjes time për të fituar të ardhura më të mira në një kohë të ardhme. Për ti cënon kohën tënde? Ajo balanca që unë arrit të krijoj tani është duke u vetë disiplinuar në një mënyrë, nuk di, domethënë nuk e kam pas këtë vetë disiplinë kaq precize sa që kam tani. Mua më mungon. Është edhe çështje moshe, maturie. Po të më thoje para disa vitesh, po të më pyesje siç po më pyet sot ti, unë do të thosha padyshim që kam qenë në zgjedhjen më të mirë etj. Por tani e kuptoj fare mirë sepse e di që ta jep mosha këtë gjë, këtë kënaqësi, edhe këtë vrull, edhe këtë fuqi, edhe këtë sakrificë që bën ajo etj. Pra është me stade kjo punë, edhe balanca vjen duke u... Etapat e jetës. Sipas etapave vjen duke u... Dhe rëndësishme është mos të jetë ajo ndjesia e fajt dhe të kompensimi, domethënë koha e qëndrimit të vajzës në çerdhe, unë e kompensoj duke e para bëj një detoks nga telefoni sapo shkoj në shtëpi, nuk merrem me rrjetet sociale, gjithkohë ja dedikoj vajzës time dhe jam prezente reale. Nuk është se unë jam prezente sa, domethënë ti mund të jesh pranë vajzës fizikisht, por mund të jesh me telefon në dorë, mund të jesh dhe ti nuk je vërtet duke dhënë më të mirën tënde për fëmijën tënd. Dhe edukoj veten çdo ditë që unë duhet jem në prezencë reale pranë vajzës, duhet të bashkëbisedoj me të, edhe pse ajo është ende e vogël, ne përpiqemi të bëjmë ato bisedat tona, të kuptoj botën e saj dhe është gjëja më e mirë që jam duke bërë aktualisht, duke i dhënë gjithë kohën time nga ora 5 e mbasdites dhe deri në 8:30 të mëngjesit, unë jam 100% e vajzës, duke ju dedikuar qoftë në ushqimin e shëndetshëm, domethënë sakrifikoj nga koha ime. Kam larguar gjërat që kanë qenë ujëra të tepër ta mendoj në jetën time, ose disa qefe, po themi, të dalura, të cilat kanë kaluar me moshën e vet. Shoqërinë pas ke larguar fare, thot Lorini. Shoqëria, tani bëjmë shoqëri me familjar, ose vinë takohemi, kush ka mundësinë të takohet, domethënë, nëse unë nuk kam mundësi të shkoj, më vinë dhe çdo gjë në Instagram, ja bëj tokën. Ersidën prej vitesh dhe di se sa e organizuar është ajo, për këtë arsye doja që sot ishte në këtë panel dhe në këtë bisedë, në një moment kur u duk sikur ajo vendosi një balans në jetën e saj private, personale dhe të punës gjithashtu, kalon një stuhi shëndetësore bashkëshorti. Dhe gjithë shka kthehet përmbys. Përparësia nuk ishte më profesioni saj për të cilin kishte investuar me një përkushtim të jashtëzakonshëm, nuk ishte as vajza që sapo kishte ardhur në jetë. Dhe unë do doja që këtë histori force ta ndanim sot, jo vetëm me miqt që kemi në panel, por edhe me shikuesit tanë. Sigurisht që në momentin që erdhi vajza në jetë, pritet është momenti më i lumtur, jam shumë emocionuar faktikisht tani. Pikërisht në ato momente u duk sikur çdo gjë u përmbys, edhe të kalosh një foshnjë 2 muaj e gjys në plan të dytë, duhet një forcë shumë e madhe. Por nuk pendohem për asgjë që kam bërë në ato momente dhe për një kohë relativisht të gjatë, mbi 1 vit e gjys. Unë kam qenë në distanca shumë të largëta me vajzën, sepse misioni im ishte shumë herë më i madh se sa arritja e vajzës, ishte shpëtimi i jetës babait të saj dhe që ne të jetonim sërish të lumtur dhe mendoj që ja vleti e gjitha. Dhe sot jemi të 3 bashkë, të lumtur, mirë. Do një forcë shumë të madhe, nuk arrihet vetëm dhe kam pasur sigurisht suportin e nënës time dhe për një kohë të gjatë, ndoshta mund të ketë shumë pak muaj që vajza bën diferencën se cila është nëna e vërtet. Ajo nuk e dinte cila ishte nëna e saj, a isha unë, a ishte mami im. Dhe në ndodhte që
të mos takoheshim, nuk në ndodhte të kalonim kohë të treja bashk. Ose do qëndronte me mamin tim, ose kur unë vija në Shqipëri, vinte tek unë. Dhe unë ndodhesha në momente, në fazat të ndryshme, dhe nuk dija si të veproja, kisha një foshnje, kisha një barë shumë të madhe me shëndetin e bashkëshortit, dhe nuk dija cili ishte prioriteti. Dhe nuk dija cili ishte prioriteti në atë moment. A ishte kjo foshnje e vogël, 2 muaj e gjys, apo ishte bashkëshorti im, dhe kur vija e gjëndesha përballë fazave që vajza duhet bënte një vaksinë, dhe unë s'dija si duhet të reagoja, dhe ishim vetëm ne të tre. Gjëndesha në fazën që vajza kishte filluar ushqimin, dhe nuk dija apo veproja mirë, a isha një nonë e mirë, por prapë them që nuk jam penduar, sepse ishte mision shumë i madh se sa kaq, dhe sot ne jemi duke jetuar të lumtur të tre, dhe ja ka vlerëtur e gjitha. Se në fundit ka qenë një sakrificë sublime edhe për vajzën. Po, absolutisht. Sot ja ke falë saj sakrifice, sot vajza jote është e lumtur me baraj. Prandaj dhe unë nuk e kam ndjesin e fajt. Kjo është pikërisht. Absolutisht, s'ka si ndjesi fajt në këtë histori. Ndërsa saj përket punës, anës profesionale apo karrierës, as nuk e mendova fare, kur kalova vajzën në prioritet të dytë, të tjera të mbetën prioriteti i dytë. Ndërsa tani hapa hapi me pak vështirësi, po mundohem të rikthehem në jetën normale, jam rikthyer punës, jam rikthyer specializimit, mundohem të jem një nënë dhe një bashkëshorte e pranishme, t'i dëgjoj, t'i kuptoj, të bashkëbisedojmë, të gjejmë zgjidhjen më të mirë, sepse shikoj si një rifillim jete dhe jam falendëruese Zotit dhe gjithashtu familjes tonë të madhe që të gjithë dhanë kontributin e tyre që ne të rifillojmë sërish. Dhe ndaj sot nuk më ndihem me thënë në faj, sepse do të ndihesha në faj nëse unë do kisha zgjedhur specializimin, do kisha zgjedhur profesionin, apo do kisha zgjedhur dhe të qëndroja me vajzën, sepse justifikimi ishte kaq i madh, sa po isha bërë nën, e lash vajzën pa ushqimin, pa gjinë, më kupton? Dhe kisha të gjithë justifikimi, mi po misioni ishte aq i madh sa nuk, dhe nëse kthej kokën pas dhe them do bëja diçka ndryshe, absolutisht asgjë nuk do bëja ndryshe dhe nuk ndihem fare në faj. Absolutisht. Ja ke lënë ndoshta ushqimin e tjerë, po i ke dhënë jetën, i ke dhënë familjen. Mos harro këtë gjë. E vërtet. Kjo ishte historia e forcës që e kisha të rëndësishme të ndani me shikuesin ta për të kuptuar përparësit. Është hera e parë në fakt që unë e ndaj publikisht, jam munduar një rreth i ngushtë se që e kanë miq tan të afërt, familjarët që e dinë, sepse gjithmonë jam munduar të mos e përcjell gjendjen time, gjithmonë i dhuroj buzëqeshjet edhe kur unë nuk ndihem mirë, mundohem që të duket sikur gjëja është mirë dhe aq më tepër në kohën që bashkëshorti im dhe kishte nevojë për mua dhe vajza kishte nevojë për mua, nuk e di, është një forcë që lind dhe ti mundohesh të, edhe pse je shumë keq brenda vetes, mundohesh të buzëqeshësh, të japësh forcë, të japësh shpresë që gjërat do bëhen mirë dhe realisht ashtu ndodhi që është terapia jam e lumtur shumë që e dëgjoj këtë gjë. Kjo, një duartrokitje madhe, si që nisi Patriku, për sakrificën që ka bërë Ersida, por edhe që dëgjojmë këtë histori të një familje të bukur që ka luftuar për të qenë e lumtur, si që janë tani, dhe është e rëndësishme që të mos kesh më pas brerje ndërgjegje për vendimin që merr në një moment të caktuar. Si vendimin që ka marrë Elona, nuk ka brerje ndërgjegje në atë që ka bërë, e tha vërtet kam investuar. Ka një ngarkesë emocionale që nuk ka qenë në disa momente të rëndësishme të vajzave, po kur e sheh në atë tablon e plot është e kënaqur për vendimin që ka marrë. Apo si Patriku, që thot në një moment investova shumë te profesioni, si pas ka vlejtur, por e ka marrë kthesën plotësisht 180 gradë, edhe është i kënaqur për këtë. Lorin, ti ke ndonjë brerje ndërgjegje? Nuk kam brerje ndërgjegje sepse unë jam përpjekur që punën private që kam, që mund t'ja merrja familjes, marr dhe gruan time me vete. Domethënë performancat tona kur shkojmë i bien, unë jam violinist, edhe gruan violiniste, të dy bashkë shkojmë i bien bashkë, e marr me vete. A qartësojmë pak se në pjesën e parë bashkëshortja ishte psikologe. Në pjesën e dytë të bë violiniste. Nga klasa e parë shkollë muzike deri liceun bashkë, deri të lartën bashkë. Do të thënë kemi qenë në një klasë, një moshatar bashkë. Bërë shkollë të dytë. Dhe shkollë të dytë bëri psikologji se më pas ajo ka studiuar psikologji. Nuk e lash të bënte të vazhdonte prapë profesionin tim, sepse profesioni më ishte vështirë të bësh të gjesh një punë stabile. Si ishte fillimi fjalës? Nuk e?
nuk e lash. Ka kontrol familja. Kam një farë kontroli, se të nuk duan gjërat të më ikin kështu. Maskilist. Dhe... Patrisisht. Me gruan që ka zgjedh profesionin e dytë, nuk e ka zgjedh kote. Dhe shumicën e kohës, shumicën e ditës e kaloj me gruan time, mos them gjithë ditën e kaloj me gruan time, bëjmë atë, kam atë orarin e punës time dhe gruaja ka orarin e reduktuar në punë, sepse psikologe ka atë oraret e veta që bën. Nuk i kemi oraret njësoj, kur kam unë punë, është ajo pushim, kur është ajo punë, jam unë pushim. Dhe merremi me fëmijët. Sigurisht kemi dhe biznesin që merremi te biznesi me fëmijët, ndërveprojnë shumë njerëz, të gjithë bashkë, kemi si një ekip. Keni gjetur balancë. Kemi gjetur balancën. Balancën që ne po e hullumtojmë. Të punën me gruan që dalë. Po e kalojmë në një lupë smadhuse për të zbuluar sekretin. E kam dhe si tip date-i, bëjmë të udhëtimet që shkojmë në gjithë qytetet që shkojmë performojmë. Kemi lloj-lloj qytete që shkojmë edhe jashtë Shqipërisë, shkojmë me gruan. Nuk është se çfarë do fitojmë rëndësika që çdo gjë ta marrim, ta shpenzojmë dhe të kalojmë mirë bashkë. Do të thënë, këtë i them dhe atyre që më ftojnë, i them, ka se çdo bëjmë. Kompliment. Kështu e kam zgjidhur dhe i ka thonë happy life. Happy life. Unë po ta marr me vete, këtu do ta marr edhe me 30 nxënës në shkollë. Sot ande po them. Shiko Bruna, ajo që unë për shembull po mendoja ndërkohë që po flisnim. Ka rëndësi shumë dhe koha. Për shembull, në kohën që unë kam dashur të bëj këto, po themi, investime dhe vendime të vështira, nuk ka pasur shumë mundësi. Pra për neve, për brezin tim, unë jam brezi që jam diplomuar në Thejnishin, dhe do më thënë ishin mundësi të ralla që nuk të vinin shpesh. Dhe nuk ishin mundësi si që tani, për shembull, një i ri mund të vendosi ta bëj një master mbas 2 vitesh, të zgjedhë vendin, edhe madje dhe ta paguaj vetë. Atëherë ishte çdo gjë, nëse merre me bursë, dhe sigurisht për mua në atë kohë të fitoj këtë gjë që e gjë shumë e madhe dhe gëzim familiar. Ishte sakrilegj e madhe. Pikërisht, domethënë, sakrilegj, krimi ishte të mos përfitojë vërtet. Thuaje jo, do të ishte një gjë baras me një dështim në jetën tënde profesionale dhe një mundësi që nuk të vinte më. Kështu që ndërkohë që tani korat kanë ndryshuar, të po them që në varësi edhe të kohës, vendimet kanë qenë mbase jo shumë të negociueshme. Kështu që... Edhe për brezin, për ju, por edhe për fëmijët, për qasën që kanë pasur fëmijët ndaj prindërve. Nuk arrije do të bëje diçka ndryshe, ishin të imponuara, du të zgjidhje ose të bëje këtë që thot Elona, ose të rije me familjen edhe pastaj të rije, Pati një moment reflektimi eri për këtë gjë, a pati një moment brerje ndërgjegje, ndoshta ato muajt e parë, derisa ti riorganizove jetën tënde. Sakrificat që bëre për 17 vite te kompania që ktheshe në shtëpinë orën 8-9 të darkës, ja kishim vletur apo jo? Po, ja kam vletur. Ja kishim vletur. Ja kam vletur, sepse sot, siç po diskutonte edhe Elona, mundësirat janë të pafundme. Sot me teknologjinë mund të bësh çfarë të duash dhe të krijosh balancën që ti do. Balancë, njerëzit mendojnë që është thjesht oraret e gjata të punës, por për mua balancë është që ti të jesh e organizuar, e planifikuar, të delegosh më tepër, të kesh oraret e punës të cilët ti duhet ti vendosësh vetë, siç unë në këtë rast i kam vendosur vetë. Oraret e punës time janë oraret që unë dua, si i dua, kjo e gjitha fal teknologjisë. Unë përpos fakti që jam sipërmarrëse siç e diskutove, jam edhe drejtoresh marketingu në një institucion arsimor. Edhe këtë e bëj nga zyra ime personale, duke e menaxhuar kohën ashtu siç dua unë, por duke bërë një punë të mirë, duke bërë një punë efektive, por me kohën që mua më përshtatet për të krijuar këtë balance, karrierë dhe familje, pa cënuar shumë, pa hyrë shumë në hak njëra tjetrës. Të mund të organizosh kohën në mënyrë efektive. Për mua kjo është balanca më e mirë. Një sukses i madh, të cilit ja pas dalë në këtë moment të jetës. Shkojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak në pjesën e tretë. Kemi përgatitur disa pyetje, përgjigjet e të cilave duhet të jenë shumë të shkurtra dhe do të mësojmë shumë prej jush. Po jo. Po jo, ndoshta. Okej.